Finalizohet operacioni policor I koduar Midnight në fushën e vjedhjes së pasurisë. Vjet në pranë nga autori I disa vjedhjeve në Himar, në ambientin ku qëndronte, janë gjetur granata dore, sende të vjedhura si dhe veshje e doreza të përdorura gjatë vjedhjeve. Është arrestuar po ashtu dhe një 27 vjeçare, e cila nuk kallzoi krimin. Në vijim të punës për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e vjedhjes së pronës, si dhe fal veprimeve të mirë organizuara hetimore të shërbimeve të komisariatit të policisë së Himarës, u finalizua operacioni policor I koduar Midnight, si rezultati të cilit u bë mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë I një shtetësi me inicialet SG 46 vjeç banues në Tiranë. 46 vjeçari u kap në flagrancë në orët e para të mëngjesit të datës 25 maj 2025, pasi kishte vjedhur 3 aparat celular, si dhe një shumë parash në ambientet e një kompleksi me apartamente pushimi në Himar. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet ku qëndronte ky shtetas, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 10 granata dore luftarake, 6 aparate celular dhe veshje e doreza të dyshuara si të përdorura gjatë vjedhjeve. Nga veprimet hetimore rezultoi se shtetasi 46 vjeçar është autori edhe I 2 vjedhjeve të tjera të ndodhura në datën 7 maj të 2025 dhe po ashtu 11 maj 2025 përkatësisht në të njëjtin kompleks apartamentesh pushimi, si dhe në një banesë në lagjen Livadh, ku u vodhën aparate celular dhe shuma e parave prej 98.000 lek si dhe 90.000 lek. Në vijim të veprimeve u arrestua për veprën penale mos kallëzimi krimit edhe shtetësia me inicialet DR 27 vjeçe banuese në Vlorë, e cila qëndronte në të njëjtin ambient me autorin e vjedhjeve, e dyshohet se ishte në dieni të veprimtarisë kriminale e nuk e kallëzoi atë. Vijon puna hetimore për dokumentimin e rasteve të tjera ku ky shtetas dyshohet si autor. Ndërkohë materialet procedurale tashmë janë referuar prokurorisë për veprimet të mëtejshme hetimore.